Të nderuar teleshikues mirë mbrëma. Përshëndetje drejt për drejt nga emisioni ynë Studio Sport. Nisim një herë këtë emision ku do të flasim gjërësisht sidomos për futbollin, për ekipin tonë përfaqësues, i cili ka lënë pas 2 ndeshjet e para për Ligën e Kombeve, fillimisht në Angli-Shqipëri dhe më pas edhe në stadiumin Arena Kombëtare në kryeqytet ku ka fituar me një rezultat mjaft të mirë. Do flasim pra për kombëtaren sepse ka opinione edhe pozitive. Kemi parasysh edhe rikthimin e brojës që aq shumë e ka pritur opinioni sportiv, por nuk do të lëm pa komentuar dhe madje do të ndalemi gjatë edhe tek kategoria superiore, tek Pragneshja Egnatia Vllaznia, rikthehet kampionati dhe nesër luan në Rogozhin në orën 20. Vllaznia është mysafire në Rogozhin në një stadium tashmë me investime mjaft të mira, luhet me drita, për herë të parë luhet në orën 20, ndërkohë që sot ka nisur kategoria superiore me 2 rezultate interesante. Laçi është mundur në shtëpi 0-1 nga ekipi i Elbasanit, ndërkohë që sfida Tirana-Bylis shumë e diskutuar, me shumë komente, të gjitha kishte brenda, grinten, varin, problematika të tjera, por në fund vetëm 2-2. Një rezultat që skuadrave në një farë mënyrë i është dashur të ketë fitore, por ky është rezultati përfundimtar. Do flasim edhe për lojrat me dorë, për basketbollin i cili rikthehet tek fitore me një fitore ndaj një skuadre potente si Bestidhja Lezhës, e cila nuk humb prej 2 vitesh, humbja e para në këtë sezon dhe Vllaznia gjen pikërisht të fitore në momentin më të duhur, kur i duhe asaj, pas asaj humbi zgënjyese në shtesë në Shkodër me ekipin Bardhë Blu të Tiranës, e kjo fitore me 2 pikë diferencë në kryeqytet ndaj Bestidhjes është një frymarrje dhe një mundësi e Vllaznisë për të gjetur objektivat e saj. Do të ndalemi tek një aktivitet i rëndësishëm universitar, do të thënë, kur kampionati kombëtar i futsallit për stafet të këtyre universiteteve të Shqipërisë është mbyllur në kryeqytet dhe Luiç Gorakuqi i Shkodrës, Universiteti i Shkodrës, është shpallur fituese i kupës të këtij torneu. Do flasim edhe për futbollin e femrave, 2 fitore ndaj ekipit të Tiranës, 2 klasike. Klasikja për ekipin e parë të rriturave është mbyllur me fitoren e thellë 13-0, ku 8 gola i përkasin Megidoqit, ndërkohë që 2 ditë më pas ka qenë klasikja për U17, ku Vllaznia fitoi minimalisht 1-0 me gol të shinuar pikërisht nga Hyka. Ndërkohë që do flasim edhe për kategorinë e parë të futbollit shqiptar, për kategorinë e dytë, por edhe për ciklizmin, i cili sot ka zhvilluar Kupën e Demokracia, si zakonisht zhvillohet në Kavaj, dhe Vllaznia kthehet në Shkodër me trofeun e dytë brenda në harkun kohor të 2 javëve dhe është pikërisht përsëri Luis Margjoni që fiton Kupën si ciklisti më i mirë. Të gjitha këto do t'i trajtojmë me një panel të përzgjedhur që e nisi me Roni Gjeçajn, trajner i ekipit të basketbollit meshkull. Mirë se erdhe, profesor. Mirë se ju gjeta. Urime për fitoren, na thash në hapje, një fitore me vërtet që i duhej Vllaznisë në momentin më të dur. Një ndeshje jeta vdekje për objektivat e sezonit. Jeta vdekje, e tillë ishte dhe ashtu si shumë në ndeshja në Shkodër me 1 pikë diferencë, tashmë me 2 pikë ndaj ekipit kryesues Bestidhja. Do flasim më gjërësisht. Jetmir Podgorica vjen në këtë studio si një specialist i gjykimit, por edhe si sekretar i përgjithshëm i zyrës rajonale, shoqata rajonale e futbollit të Shkodrës. Mirë se erdhe, Podgorica. Mirëmbrëma, falenderoj për ftesën. Ndërkohë, kolegu im, gazetari i njohur sportiv Admir Ruçi, mirë se erdhe, Admir. Mirë se jeta kësi, falenderoj. Por që sonte në studio nuk është vetëm si gazetar sportiv, por edhe si fitues i kësaj kupe, e këtij trofeu që regjia mund ta fokusoj, po, unë e mora edhe me dorë. Nuk është e imja, por është e Admir Ruçit. Është e ekipit. E ekipit, po Admir Ruçi është kapiteni i kësaj skuadre, është pjesë e stafit të universitetit që ka fituar trofeun në kryeqytet. Urime. Faleminderit. Admir, pra jeni sonte i ftuar i dyfisht edhe për të komentuar si gazetar, por edhe si fitues i kësaj kupe që ka tingulluar bukur kur fitohet edhe në kryeqytet. Së bashku me ne në këtë studio do të jetë edhe një emër shumë i njohur i futbollit shkodan dhe atij shqiptar, ish kapiteni i Vllaznisë dhe ish futbollist i kombëtares
Elvin Beqiri që flet nga larg, flet nga Kanadaja, dhe me njëherë ka ardhur mendimin e kolegëve të mi të teknikës Ensar Basha dhe Florian Gerdani në pultin e transmetimit kanë bërë të mundur lidhjen me Elvin Beqirin. Mirëmbrëma Elvin nga Shkodra, por atje është akoma dritë, apo jo? Mirëmbrëma gaci, mirëmbrëma gjithëve në studio. Po, akoma është ditë si shkak i ndryshimit domethënë të orarit, kohës. Tashmë jemi mësu. Jemi mësu. Vazhdimisht e njekum emisionet e shqiptare, domethënë e njekum nga 2 herë, sepse këto ritransmetohen. Jepen edhe me orarin e Shqipërisë edhe me orarin e Kanadas. Regjia nëse është e mundur ta ngrej pak volumin në studio, ndoshta për dëgjuesit është okay, por ne e duam pak më lart. Pra Elvin, do flasim me ju kryesisht emocionet e kombëtarës, si një ish titullar i kësaj kombëtare që keni bërë mirë për ekipin tonë përfaqësues, por natyrisht edhe për vllaznin aty ku keni derdhur djes për shumë vite. Por përpara se t'ju japim fjalën për të folur më gjithësisht, unë do disa pamje nga ndeshjet e kombëtarës dhe pse jo, edhe 3 prononcime të futbollistit, në fakt janë 5 me 2 grupe. Grupi i parë dhe grupi i dytë për të futur në atmosferën e kësaj kombëtare, ti ndjekim këto sinkrone dhe të shoqëruar edhe me pamjen nëse është e mundur dhe me pas lidhja përsëri e drejt për drejt me Elvin Beqirin. Rëndësishme 3 pikë, vlejnë shumë, besoj për këtë kualifikuese, mbase humbëm ndeshjen e parë në Angli dhe besoj gjë më rëndësishme janë 3 pikët. Po, si që thë dhe ti, nuk është edhe që thjesht besoj nga rrugtimi i gjatë kundër një kundërshtar i kaq të fortë siç është Anglia të kthesh në Shqipëri për pak kohë për me shiku këtë kombëtare siç është Andorra dhe besoj komplimente gjithëve çunave stafit që ka qenë një ndeshje shumë e mirë sot dhe besoj du të na japë motivim për këto ndeshje që vinë në qershor dhe të jemi gjithë gati dhe të jemi gjithë shëndetshëm, ajo gjë e më rëndësishme. Ishte shumë mirë për ne sepse edhe e dishim se Andorra ka më kanë një ekip e vështirë si hinë vetëm në mbrojtje, janë shumë defensiv edhe është vështirë për me shku në sulm edhe për me arrit në zonën me bë gola. E dishim se kemi pas 2 ndeshje të vështira, normalisht si Anglia janë një nivel shumë të lartë, po edhe Andorra e dim se ka me kënë një ekip e vështirë dhe janë kështu ndeshjet që bojnë diferencën, edhe sot ishte 3-0 për ne, ishte një ndeshje shumë i mirë për ne. Kena pas edhe mundësi me bo prap gola, mujshim me bo e fije less passing, edhe ma shumë me shku për para, po e kontrollu me kështu ndeshjen, ishte mirë dhe e dishim se ka me kënë e vështirë me break them down, po kemi lujtë mirë, thamona. Jo, ishte shumë kënaqësi sepse kam kalu një dimtim shumë i gjatë, kam pas një fillimin e sezonit, kam pas një në midis sezonit edhe është e vështirë për mua, tash 2 vjet, 3 vjet kam pas do të dimtimet edhe unë deshta vetëm me kenë mirë fizikisht, healthy edhe me u knaq, po tham, adin prap me vedin, me trupin, me futbolin edhe sot kam pas atë mundësi, trajneri konfidencë, sot më ka fut në kratë djathë, po unë mune me lujt edhe në kratë maj, kratë djathë, sëllmus, mune me lujt të 3 pozicionet, sepse më pëlqen me pas topin në kom, më pëlqen edhe me kriju e shansa, jo vëdhe me bo gola, po isha shumë i kënaqur sot se më kallon edhe tifozët një mbështetje shumë bukur sot se u ktheva edhe isha shumë kënaqur se mujsha me kënë titullar sot në Air Albania. Duhet se zbonëm fitoria sot, e dinim shumë mirë, por besoj se kemi qenë me fat se zblokum ndeshjen nga minutat e para, edhe pastaj ndeshja mori qysh mori, fitum 3-0, e kemi majt në topin, po e dim shumë mirë që ku nuk i zblokon këto ndeshja, sidomos në pjesa parë, pastaj të vëjmë vështirësi këto skuadrat edhe jemi të lumtur se duheshin këto 3 pikë. Jo, sigurisht që e kam parë, po them drejtë nuk e mbaj mend edhe këto janë ndeshje të vështira, më të vështira akoma se e dim që kemi gjithmonë topin neve, edhe sa të gabosh një pasim ata mund të shkojnë port, po jemi të lumtur me këto fitoren. Jo, besoj se ishte rëndësishme të ktheheshim në shtëpi me 3 pikët. Andorra e dim që është një ekip që rrin gjithë mbas topit dhe është e vështirë të penetrosh nga brenda me topin. Duheshim folëm që në servitet djeshme që duhet gjenim golin 10 minutat e para që t'ishte loja çik më lehtë dhe Aslani futi një super top dhe shqyr zotit dolëm 1-0.
Jo, jam I kënaqur për gjithë lojtarët edhe njerëzit që ishte ndeshja parë si Sheu dhe çunat e rinj si Pajazidi që futën lojë, pastaj rikthimi I Brojës, Urzuni u kthye prap gol, Aslani bëri super ndeshje. Gjithë çunat jam I kënaqur për gjithë çunat. Jo, besoj se ndeshja me Serbinë s'ka nevojë për motivime, tani do kthehemi nëpër klube dhe pastaj do fillojmë mendojmë qershor kur të kthehemi prap grumbullim. Ka qenë një fitore shumë e rëndësishme pasi gjithë e dim, pasi kundërshtari jon nuk është Anglia, pasi e dim gjitha kualitetet e Anglisë, pa edhe kualitetit ton, por gjithë e dim që ndeshja jon përfituar ishte Andorra, dha maksimumi, jam shumë I lumtur për të 3 pikë sot edhe vazhdojmë përpara. Jo, normalisht që po problemi vetëm është kur je ti më mirë në letër, duhet ta demonstrosh në fushën e lojës, besoj se çuna sot hynë shumë mirë në fushën e lojës, pa bërë diferenca që Andorra është një ekip më I vogël, edhe mendoj kjo ishte çelësi suksesit e ndeshjes sotme. Them drejt jam shumë I lumtur për këtë gol pasi ka shumë kohë që e prisja këtë gol. Falenderoj gjithë tifozat për mbështetjen e madhe që më kanë dhënë deri tani, edhe mendoj se tani edhe besimi rikthehet në mua edhe mendoj të shënoj sa më shumë gola, siç bëj edhe me klubin. Ishin këto sinkronet e transmetuara nga regjia jonë dhe menjëherë kalojmë tek Elvin Beqiri, ai që jo shumë larg ka dhëdhur ders për këtë kombëtare, kujtoi Beqiri, kujtoi ndeshjen tuaj të parë në Shkodër, kur jeni aktivizuar për të parë dhe shikoj edhe Uruqin që e pohon, e kemi përjetuar me shumë emocione. Atëherë ka qenë Brigel, trajneri në ndeshjen Shqipëri-Rusi, për herë të parë në krahun e majtë si mbrojtës I majtë dhe keni që atëherë nuk keni ndarë nga kombëtarja. Por le të ndalemi tek 2 ndeshjet e kombëtarjes dhe sidomos kjo e dyta. Po e nisi direkt tek Broja. Sa I kënaqur jeni ju që Broja tashmë rikthehet ashtu siç e kanë pritur tifozët me herët? Mendoj që ajo gjëja më pozitive, përveç 3 pikëve që morme, ishte edhe rikthimi I Brojës. Që ekipi kombëtar ka shumë nevojë për kualitetin e tij, për këtë stil lojtarit, dhe sepse pam edhe ndeshjen me Anglinë, në momentin që u aktivizu me Anglinë, sulmi ynë ndryshoi komplet, deri në ato momente ishte inexistent me futjen e Brojës, domethënë një impakt tjetër, pavarësisht se jashtë formet kuptimi I fjalës nuk e ka akoma atë formën e duhur. Por me aq sa u aktivizu, besoj që I dha atë impaktin e duhur sulmit shqiptar dhe kuptohet pastaj edhe ndeshjen e dytë me paraqitjen që bani, ishte një paraqitje pozitive e tij. Kontributin që dha tek goli I dytë, por edhe në përgjithësi tek loja, mendoj që është një vlerështuar rikthimi I Brojës. Flasim shkurtimisht edhe për Angli-Shqipëri. Mund të merrin ndonjë rezultat më I ngushtë apo më tepër? Kjo shifër sa ju kënaq ju? 2-0 për Anglinë. Nga që ishte pak a shumë ashtu siç e parashikunin gjithë, ndoshta surprizë do ishte pa diskutim një barazim. Por me kualitetet që ka Anglia ishte shumë vështirë për ta përballuar, aq më tepër që ishte edhe debutimi I trajnerit të ri të sapo ardhur tek ekipi anglez dhe sigurisht motivimi e shumë gjëra tjera janë në disfavorin ose ishin në disfavorin ton. Ne u munduam, por ajo që jo shihet mirë ishte mënyra e luajtjes ose mënyra e përgatitjes. Pakten në momentin që ne kishim topin zotrim, sepse nuk bëm asgjë, u dukëm pakten si të friksum dhe si rrjelloj dhe nuk mujt me kriju, pavarësisht se ekipi anglez ka lojtar të mirë, ka me pressingun që na krijoi probleme, por duhet kemi diçka parasysh, ne kemi lojtarë cilësor në ekip dhe duhet patjetër të kishim marrë diçka përsipër më shumë tek pjesa e organizimit, momentin që ne fitoshim topin ose e kishim topin zotrim, sepse
Tashme ekipi kombëtar joni ka një pek tjetër, pra vjen me një staf tjetër si pjesëmarrës në kampionatin Europian 2 herë, jo vetëm 1 herë. Pra nuk jemi e Shqipëria që kemi qenë para 20 vjetë ose para shumë vjetë dhe më përpara. Dhe kemi shumë lojtarë të cilët luajnë në ekipet mira të Europës dhe pa diskutim ajo paraqitje apo ato merita që kemi marrë në vite, pa vitet e fundit me pjesëmarrjen në kampionatin Europian, duhet të kishim ose një vazhdimsi më të mirë kundër këtyre ekipeve të forta, nëse mund t'i quajmë si Anglia, Gjermania apo Franca, që janë ekipe elitare, jo vetëm në Europë, por në botë. Pa duhet kemi një qasje tjetër, jo të mendojmë gjithmonë vetëm të mbrojemi për mbrojemi. Ne pa diskutim duhet jemi të kujdesshëm mbrojtje, por momentin që ne kemi topin zotrim duhet jemi të lirshëm dhe duhet të krijojmë. Pra të kemi edhe ne atë personalitetin tonë në momentin që kemi topin zotrim. Elvin, ndeshjet e ardhshmeve janë në qershor. Besoni që ndoshta është mundësia këtë radhë që të shkojë në botëror Shqipëria? E thasha pak më përpara, Gac, se ne duhet të kishim dhënë paktën shkëndijën e parë në ndeshjen me Anglinë për të besu se do shkojmë në botëror. Pa diskutim që besimi do ekzistoj, por me ato që pame në ndeshjen me Anglinë, mendoj që shanset janë shumë pakta. Shpresojmë që të paktën të rikuperojmë ose të përmirësojmë në ndeshjen vazhdimsi. Ne kemi kundërshtari jonë direkt është Serbia, siç dihet, dhe shpresojmë që të marrim sa më shumë pikë kundër këtij kundërshtarit, pa diskutim edhe me ekipet e tjera, për shembull Letoninë apo Andorrën, nuk duhet të diskutojmë pikët e plota. Dhe të shpresojmë në fundit të marrim një barazim edhe me Anglinë kur të luajmë në shtëpinë tonë, kështu që shanset mund t'jenë, por e thash, ajo që mu gjithmonë më lën një dilemë është ajo pjesa paraqitjes, pra ose vazhdimësia e ekipit kombëtar me ekipet e forta. Kjo është ajo që dilema. Si përjetohet kombëtarja e Shqipërisë në Kanada, atje ku ju tashmë jeni kohët e fundit të instaluar, komuniteti shqiptar i ndjek me emocion në grup apo diçka tjetër? Patjetër, si çdo shqiptar, edhe këtu ngacë shqiptarët në Kanada, patjetër që i njekun me shumë emocion, se shpresin që të luajnë kombëtare, sidomos këtë ndeshje me Anglinë, përveç kundërshtarit që dihet më Anglia, por kombëtarja kishte edhe kohë pa bën ndeshjet e saj. Dhe pa diskutim që është prit me shumë emocion. Teksa ju po komunikoni me ne në monitor, kolegët që kam në studio, po me vend në dukje, por edhe unë po e konstatoj një Elvin me një luk ndryshe. Këtë radhë, jemi mësuar të ju shikojnë disi me ndryshe, por Kanadaja ka bërë punën e vetë me sa duket, me pak mjekër, disa gjëra tjera, apo jo Rusi? Gjithmonë i këndshëm, pavarësisht se ashtu e pyete herët, sepse Elvini deri në ndeshje me Serbinë kemi marrë edhe 10 herë tjera. Jo, e kisha fjalën tek luku, tek ndryshimi që ne e konstatuam. Tek ndryshimi që konstatuam nuk duhet më ia thonë Elvinit se vjen keq. Duket më i shnosh se sa duket pak më i pesh. Është normale, atë normale, pa diskutim. Paçishëm Elvin. Nuk jemi në aktivitet ashtu siç kemi qenë më përpara, edhe pa diskutim do shtojmë disa kile më shumë. Kjo është ajo ndoshta sfida më e madhe për ne tash në këtë moshë. Beqiri, vazhdon aktiviteti juaj me ato ekipet mosha, me akademinë, siç kemi folur më herët? Po, vazhdojmë akoma gacim aty tek akademia me ekipet e moshave. Pa diskutim, unë kam edhe rolin e drejtorit teknik aty, që njekun vazhdimisht. Dhe për momentin po ecim mirë, po përgatitemi të vazhdojmë, fillojmë sezonin veror, sepse këtu ka 2 sezone. Tani mbaron sezoni i dimrit dhe
bëhemi gati për të filluar sezonin veror. Ndërkohë, padyshim Vllaznia është një pjesë e madhe e kohës tuaj që ju merr ekipi Koçiblu, sidomos kur janë ndeshjet e kategorisë superiore, siç është ajo që luhet nesër në Rogozhin, Egnatia Vllaznia. Një opinioni juaj? E kam një gaci Vllaznin vazhdimisht dhe nëse duhet të shohim neshjet e fundit Vllaznis, mendoj që neshën me Egnatien do ta kenë të vështirë sepse janë dy skuadra rivale. Egnatia, siç dihet tashmë, ka arritur edhe të steken, përveç se ka fituar kampionatin dhe kupën vjet, ta vazhdon akoma me të njëjtin ritëm, me të njëjtin seriozitet dhe me të njëjtin ambicie. Prandaj Vllaznia mendoj që do ta kenë shumë vështirë. Shpresojmë që të kemi një rezultat pozitiv për siguruar në dy vendet e para, nëse mund t'i çojmë kështu, por e shoh të vështirë ndoshta edhe për vetë faktin që ekipi nuk pakalon një formë të mirë. Disa lojtarë ndoshta nuk po japin atë akoma, domethënë atë që kanë dhënë më përpara. Po shpresojmë të rikthehen sa më shpejt sepse ka shumë javë përpara dhe mund të rikuperohen çdo gjë, ato pikë që janë lënë për shembull javën e fundit mund të rikuperohen tani e mbrapa. Çdo gjë është e mujtën. Elvin, faleminderit për këtë lidhje të drejt për drejt, ishte kënaqësi dhe shpresojmë që jo shumë larg të jeni prezent në këtë studio, siç keni qenë edhe herë të tjera. Faleminderit shumë dhe ju uroj gjithë mirat, gjithashtu edhe të ju përshëndes edhe të ftuarit në studio. Suksese edhe gjithë mirat. Gjithë mirat, respekte. Rikthehemi në studio dhe e mbyllim me pjesën e parë të ekipit tonë kombëtar, të kalojmë tek kategoria superiore, por pa kaluar tek superiore, shkurtimisht nga një opinion i shkurtër, sepse është konsumuar përgjithsisht kombëtarja aty, po nisim me ju. Këto dy ndeshje 3 pikë. Brenda objektivit? A marr objektivi. Për mendimin tim, a marr objektivi, nuk pritshim në surprizë madhe me Anglinë, me kanë realist. Gjithçka mund të ndodhte, por në surprizë madhe nuk pritshim, bile jam i kënaqur edhe me rezultatin. 2-0 duhet me kanë me kam tokë fije mos me fluturuar njerëzit. Ndërsa me Andorën mendoj që mund të ishte marrë në rezultat diçka më shumë, mund të ishim thëdhu rezultatin sepse ishte një ekip i cili vetëm u mbrojta dhe nuk bëhet asgjë më shumë, me tana të krijimtari që bëm si në pjesë parë, në pjesë 2 duhet kishim shënuar më tepër se 3. Por gjithsesi 3-0 është e kënaqshme. Podgorica. Besoj që edhe Beqi edhe Adi diskutuan shumë një këtë pjesë dhe analizuan në mënyrë më të mirë të mundshme. Unë po mendoja që pjesa që po bën domethënë në futbollin shqiptar është një lloj investimit. Pra dhe ne bëm me dash për shkak me blen një shtëpi me bati që duhet me mbledh një fort ardhënash. E njëjta gjë po ndodh domethënë edhe me ekipin e Shqipërisë. Ne po investojmë për në vijim. Kena hi 2 herë në Europian, siç e tha dhe Beqi, besoj që është një gjë pozitive për ekipin. Okej, do tentojmë me u fut edhe në botnor. Nuk do të thonë që duhet me kanë sezon ky botnor, po mund të jenë për në vijim. Besoj që edhe Andorra unë kam kanë në Andorra e kam pasi si shtet, është një shtet shumë i organizuar. Edhe te futbolli janë të investuar shumë. Madje ka, do të thonë, nga Andorra janë të marrë edhe shumë lojtarë europian që me zhvilluar kategori më të ulta në Andorra. Prandaj edhe kjo pjesë e Andorrës nuk është se është një skuadër e vogël, domethënë. Dhe mi din që besoj që jam dakord me Adin që mendoj është maksimum kjo që kena marrë. Duke qenë si përkisë inspektorët e gjykimit, këto dy ndeshje arbitrat kanë qenë okej? Po besoj që kanë okej, domethënë nuk ka se ka pas ndonjë problematik me to. Gjeshaj, shkurtimisht për kombëtarin, patjetër e keni ndjekur ndeshjet. Patjetër të dy ndeshjet bukur. Mendoj që me Anglinë mund bashim pak më mirë nga aspekti i lojës. Por atë janë mundësit tona, nuk mund kërkojmë rezultat, por të paktën ndonjë tentativë për të shkuar drejt sulmit. Ndërsa me Andorrën mendoj që kena problemin e zakonshëm që i nënvlerësojmë ekipet që janë me nivelin që kemi qenë ne dikur, kështu që mendoj që duhet më dhanë më tepër kundrejt këtyre ekipeve. Edhe me aktivizuar edhe në element të ri ose ishte për të provu tek kjo ndeshje. Kaq besoj për pjesën e botërorit, mundësia është vendi i dytë, mund të luftojmë për vendin e dytë. Kaq. Bukur.
Spostohemi tek futbolli, kategoria superiore, për të futur në atmosferën e kësaj javë, në fakt janë luajtur sot 2 ndeshje, por për të futur tek atmosfera e pragndeshjes së Ignatia Vllaznia, ne kemi kronikën e realizuar nga kolegët tanë, Mario Gjini, gazetar dhe Fistik Ismaja, operator, të cilët kanë qenë prezent në konferencën e shtypit të trajnerit të Vllaznisë. Ta ndjekim të kronikë të montuar nga kolegët e montazhit, Urim Hysa dhe Ledi Dani. Një ditë para përballjes së pretendentëve për titull Ignatia Vllaznia, tekniku i kuqe bluve Bërda Riç sqaroi mediat e pranishme mbi gjendjen fizike dhe psikologjike të ekipit. Me Ignatian do të jetë një sfidë fortë sepse luajmë përballë ekipit kampion në fuqi. Po ashtu Ignatia dhe trajneri i saj kanë treguar se mbeten ndër rivalët kryesor edhe në këtë edicion. Mezi po presim të përballemi me ta dhe të jemi të fokusuar plotësisht në këtë përballje. Ka shumë ndeshje në dispozicion, por duhet i shfrytëzojmë për të arritur formën më të mirë sportive për betejat e Final Four. Objektivi ynë në këtë ndeshje do të jetë fitoria, por për arritjen e saj duhet të luftojmë dhe lojtarët tanë të vrapojnë shumë në fushën e blertë. Duhet të jemi të vëmendshëm për 90 minuta. Veç kryendeshjes Ignatia Vllaznia, e cila luhet mbrëmjen e 27 marsit në orën 20, për llogari të javës së 31 të kategorisë superiore, do të luhen edhe sfidat Laçi Elbasani, Tirana Bylis, Teuta Skënderbeu dhe Dinamo Partizani. Rikthehemi në studio, Oruçi ndoqëm kronikën, jemi rikthyer drejt për drejt, sepse Oruçi filloi të komentoj historitë që ka përjetuar kur ka qenë në fazën tjetër në Rogozhin, pra kishte një batut me Artan Zaganjorin, thotë. Ja, imagjine tash so e njoftë në Rogozhin, so e dioni tash e por këtu në librosh këtu. E fort është nesër, patjetër, stadiumi i ri, modern tashme, investime. Duhet thënë se mund të jetë para finale kjo. Ignatia, për mendimin tim, së bashku me Dinamo janë dy ekipet më të mira sot për sot në Super League. Na vjen keq për të thënë, por Vllaznia pa është një ndeshje të mirë si ka bërë me Partizanin, shumë të mirë mendoj. Në Shkodër, pjesën tjetër pavarësisht se ku jena, pavarësisht se rezultateve, nuk është ajo Vllaznia bindse për të konkuruar denjësisht për mendimin tim thënë me këta dy ekipe. Ignatia nuk ka një ekip, ka dy ekipe në përballje. Ka një stol të zakonshëm dhe një ekip për dalë kampion duhet pas edhe stol të fuqishëm. Vllaznia nëse let përpara, nëse let sulm, është një ekip i frikshëm, por nëse kërkon të mbrohet, nuk din të mbrohet dhe kena provu sepse sa më shumë që kena bërë, më shumë kena hangër. Dhe duhet jena realist në unë besoj për një lojë sulmuese nga të dyja skuadrat nesër. Unë them që ne duhet lojzim ballhap, nuk duhet me mshë Ignatias, nuk duhet me pas frikë. Është një ekip që ka cilësi shumë rënd. Unë thash, janë dy ekipet, Ignatia 1 dhe Dinamo 2, sidomos mas ardhjes trajnerit. Duhet ta themi që pjesë e kësaj skuadre është edhe Fangaj, ish futbollist i Vllaznisë, i Shkodranit Junior, që tashmë bërë një shtyll. Ka qenë edhe Alen Sherri, por është Sherri ka lënë në Itali. Ka marrë kohët e fundit ka marrë edhe shiritjen e kapitenit, por është me të vërtetë që për të përgëzuar edhe na për të kënaqur në atë kuptim. Por lot Ignatia ndër Vllaznia edhe Malota si ish futbollist i Vllaznisë. Janë shumë lojtarë që kanë, domethënë që janë të Vllaznisë, po po them që Fanga dhe Sherri. Fanga e Sherri, Malota kanë lojtarë të Vllaznisë dhe me të vërtetë janë lojtarë të cilët po i kanë dhënë tonin e Ignatias, por Ignatia thash edhe herë ka një ekip jashtëzakonisht mirë, nuk do të jetë lehtë për Vllaznin. Do të jetë në ndeshjet më të vështira që kanë transfer. Por mendoj nuk ka gjë të pamujtën, nëse lozim ballhap, pra nëse na lozim Ignatias me të njëjtën lojë, pra nëse na lozim përpara, e kena dhënë provat që dina me shënu dhe dina me, por nëse na lozim me Ignatias për të marrë barazim, për të luajtur me frikë, do ta kena shumë vështirë. Ndjeçi luhet në orën 20, luhet me ndryshim që rrallë herë, ndoshta për herë të parë, duket se luhet në orën 20 në këtë stadium. Në Rogozhin po. Në Rogozhin është ndeshja e parë dhe do të jetë patjetër një festë tipike e spikatur në Rogozhin, presin fitorin vendasit por Vllaznia mund ta kalojë me sukses, po të shfrytëzoj këtë eufori, po themi, të vendasve. Mendoj që ata kanë një ekip, ka një projekt qartë të disa vite që
bajnë me ekipin e tyre. Duke fillu nga lojtarët e duke marrë te përfundimi i stadiumit që po bajnë. Rogozhina është qytet i vogël edhe vetëm këtë ekip besoj kanë nga ana sportive, por Vllaznia duhet me shku për me tregu vedin që është e afër me fitu titullin, ashtu siç pretendojnë. Edhe besoj që Egnatia duhet me kenë kocka që duhet me kalu për me fitu kampionatin. Përndryshe, me pozitat që kena në klasifikim atëherë Egnatia edhe me një barazim besoj kjo formula, edhe me një barazim do kaloj në finale të Final Four-it. Kështu që duhet me tregu vetit që ne mund të fitojmë në Rogozhinë. Jetë mirë, Rogozhina një qytet modest i vogël që fillimisht ndoshta u paragjykohet se mund të ishte kalimtar me ato shpërthimet e para, por e mbajti me smiri para ashtu siç të kësaj edhe Xheçaj me një strategji mjaft afatgjatë, fal një presidenti si Demrozi i cili duket që është tipik dhe me këmbë në tokë, duke pas parasysh edhe stafin e tij, por mes tyre edhe kolegun ton zëdhënësin e shtypit Xhedet Zekaj, që është shumë aktiv se përmes tij marrim shumë informacione. Përkalojmë tek sektori i gjykimit, kush mund të jetë nesër? Keni ndonjë imagjinat apo ndonjë informacion kush mund të jetë bilbili i kësaj ndeshje? Enea Jurgji. Për të ndarë domethënë ja, për të ndarë diskutimin në dy pjesë, te pjesa e parë domethënë në lidhje me ndeshjen. Unë e moj mend Egnatia qysh në kategorinë e dytë, kur Egnatia rrezikohet domethënë ndoshta më rënë në kategorinë e tretë dhe ka marrë arbitru vet, po fjalë ndoshta 9 vite më përpara. Kur natyrë ishte në kategorinë e dytë. Si ishte atmosfera atëherë? Ishte modeste. Të drejtën në gjykimin tim ka një atmosferë shumë e mirë edhe atëherë. Nuk ka se ka kanë një qytet problematik, ka kanë gjithmonë qytet që ka dashur sportin. Atje ka kanë realisht edhe stadiumi ka kanë qysh në kohën e regjimit komunisti, domethënë totalisht i braktisur, pa investim, unë më mend edhe fusha e lojës ka kanë ndoshta edhe po niveluar në kotat e duhura edhe fusha e lojës, ka kanë gjithçka realisht, se më thonë sigurisht e braktisur. Presidenti ka bë zoti Demrozi ka bë një investim aty, sepse fillimisht bëni tribunën qendrore, atë bëni tribunën përballë për të mikpritur edhe ndeshjet e Europianit të 7 majit. Me stadion projekti është të bëhen edhe 2 tribuna pasportave, për ka rrit kapacitetin e tij, edhe normalisht të gjithë tina pjesën e Egnates, domethënë se çfarë kvaliteti ka brenda. Në lidhje me Vllaznin, mendoj që ne kena pas po kena ndoshta për vitesh këtë problem. Në një herë lojtarët i kena të dëmtuar. Lojtarët i kena me karton të kuq, se ne kanë ndoshta edhe brenda një ndeshje me 2 lojtarë me karton të kuq. Në kanë për shembull që Juri që kena lënë të pezulluar, nuk e di, ose jashtë planeve të ekipit, më mirë më thonë, e kena lënë për një kohë të gjatë. Pra ide që por që ka sinjale duket për rikthyer me stadion, me që kanë pa në rrjetet sociale. Në Stelvit ka qenë, ne kanë bjekur për ka sinjale që mund të jetë hapësira edhe në lojë. Po mund të ketë hapësira në lojë, pra duhet të pru fjalën domthonjë që realisht është e nevojshme me pas 2 ekipe, sepse ka dëmtime, ka lojtarë jashtë formet. Ne që marrë një fije me sport ndoshta, e dinë ku janë në formën tonë më të mirë, e dinë ku nuk janë në formën tonë më të mirë. Ndodhin edhe shumë gjëra që ndoshta publiku nuk e din. Pra ndoshta di shumë gjëra që ka pas për shembull probleme shumë të mëdha ndoshta familjar një lojtar, edhe është detyruar me shumë lojtë Vllaznia. Automatikisht ndoshta performanca e tij s'ka kanë më mirë e duhun. Po në raport me problemin familjar që ka pas është ai 0 me hiç më hon ndeshja e Vllaznisë. Pra duhet të profilojmë. Si shikon nesër? Besoj që të pas parasysh raportet e 2 skuadrave. Edhe disa shpune, domethënë unë mendoj që vetëm me tifozëri, Vllaznia duhet me marr ndeshjen para, domethënë, nuk duhet me marr me frikë. Se ndoshta po dosh ndoshta me ballën e batut, që më çesh edhe aty, po sa tifozë ka Rogozhina një shplan në lokal në Shkodër me pa kafe, me kafe s'mon për me pa Vllaznin. Apo edhe Dinamo ja një lajm jo i mirë që ndodh për herë të parë, biletat janë kanë dalë në shitje, Egnatia Vllaznia me një çmim më të lartë, besoj që do ta rregullojnë federatat, domethënë, sepse është një ndër pikat që rregullojnë federatat pjesë dhe nuk ashtu. Por vetëm për këtë ndeshje ka ndryshuar çmimi. Gas tham të drejtën, unë tham që atë rregullon federata dhe nuk do të lejohet besoj, por do të rregullohet ajo si lloj gjajt, por ndoshta edhe që shkan Shkodër për Shkodër Rogozhin mund të lëvizin 2000 lekë vjetra 2 euro, nuk ka si i bën shumë dëm realisht njerëzve. Pra tifozëria nuk mendoj që mungon të kjo pjesë. Për sa i përket mënyrë arbitet besoj që është enigmë realisht edhe për ne, sepse njoftimi i marrin pak vonë në ndeshjet e fundit të kampionatit.
Këtë sezon një praktikë që vetëm një orë përpara në shumë ndeshje publikohen arbitrat. Është vërtet? Se si përpara më kushe. Një orë e gjysmë përpara. Momentin që e shef në stadium, një orë e gjysmë përpara publikohen në faqen zyrtare të Publikohen, federatës. por arbitrat janë të informuar se ku do të udhtojnë. A din prezes jo. Nuk besoj se një arbitër, Jorgji për shembull nga Elbasani, të lajmërohet një orë gjysmë përpara për të ardhur në Shkodër. Zakonisht arbitrat mund të jenë kështu të gatshëm, pra ka një email të cilat i thonë njëri i gatshëm nesër, por nuk tregohet nesh. Aty ndoshta në mëngjes të tregohet. Sa ka ndikuar në Po ideja është strategjia do të thotë normalitetin e gjykimeve kjo formulë. Mos me pas bezdisje, domethënë, por realisht paktën edhe që ne prezent apo siç kanë edhe shokët e mi sot të Laçi me Elbasanin që kanë ngrinë si me Myrtjen, nuk ka se kena pas realisht bezdisje ose diçka të tillë që me pas shqetësim domethënë këtë pjesë. Meqense dole tek Laçi dhe Elbasani dhe ku ishin kolegët tuaj shkodran, mirë shkoi si ndeshje në aspektin e gjykimit? Mendoj që nisi nota vlerësuese? Po besoj që po. Domethënë kjo është ndeshja e 8 e Grimcit në kategorinë superiore për këtë sezon. E kanë shkuar të gjitha mirë, nuk ka pas kontestim mes një ndeshje, domethënë që ka arbitruar qoftë në atë kategori apo edhe në kategorinë e parë, gjithashtu Myrtja apo edhe unë edhe asistentët e tjerë, por kena pas një sezon realisht pozitiv. Madje për shembull edhe sot ka pas një debutim në kategorinë e parë, djali i kolegëve tuaj Arin Kastrati ka debutuar në kategorinë e parë. Presim edhe këtë javë me debutu dhe një asistent tjetër në Superliga Artit Çobaj. Pra besoj që kanë edhe kolegjumin në formë, kena kanë realisht në një sezon shumë të mirë për ne. Një sezon për kolegjumin tuaj në rritje në krahasim me vitet e kaluara. Po atëherë që në rritje është një investim realisht që është bërë prej vitesh, jemi një grup i cili është djem të mirë, familje shumë të mira, intelektual, edhe në aspekt sportiv janë shumë nalt. Edhe kjo është ideja që në pjesën e fundit të sezonit realisht e shohim veten edhe ne si ku jena, siç edhe edhe Roni, sepse nëse për shembull Vllaznia Tirana është Vllaznia Egnati është testuese për lojtarët, ashtu është edhe për ne si arbitra, për që shohim kapacitetet tona në fundin e sezonit. Për ndeshjet e sotme, Adi, shkurtimisht surprizë humja Laçit, realisht duke pa pozicionin ku ndodhet, normalisht se Elbasani ka një ekip shumë të mirë, pretendon për të hyrë katërshe. Shanset i ka, nuk ka se ka humbë shanset. Por realisht pritësha si Laçit të gjetë e frymëmarrjen për të ju shmang aty vendit, atyre 5 vendeve të fundit, por kjo humje ka ndërlikuar shumë situatën. Ndërsa përsa i përket ndeshjes Tiranës me Ballçin, nësa po mbyllem atë ndeshje në studio, një ndeshje që për mendimin tim penalltia ishte e kontestueshme, shumë e kontestueshme. Ndërkohë që penaltia Tiranës, që u bërë se ka lënë avantazh. Normalisht ka lënë avantazh, por normalisht po është një Ballçi i cili ishte më kërkues të një Tiranë e cila sidomos në 20 minutat e fundit ishte inekzistente në fushën e lojës. Madje shtesa ishte në favor të dyrit. Po thash pra, ishte një Ballçi që kërkonte avantazhin, një rast i hupën në 5 metrash, një rast si ndoshta na kishte noll ne me Vllaznin çfarë do të ndeshje do ta kishim qenë gjatë. Edhe janë rezultate të cilet kanë majt vend, sidomos vendet e fundit kanë majt në impresion. Krahas çiftit Egnati Vllaznia nesër lunë 2 ndeshjet e tjera. Si parashikoni? Atëherë Dinamo Partizani është të hapën, një ndeshje e cila për mendimin tim Partizani do të kërkojnë 3 pikshin për t'ju shput dhe për të siguruar një vend në katërshe. Nërsa përsa i përket ndeshjes Teuta me Skënderbeun, është një ndeshje ku të 3 rezultatet janë lojë. Shef Teutën më favorite sepse është në fushën e vet, por gjithsesi Skënderbeu edhe më cila në Shkodër, nuk ka se, do të thënë është një ekip që tregon lojë të bukur. Përsa i përket ndeshjes tonë, tash ndeshja jonë është si unë pres me fitu Vllaznia normalisht, por është vështirë, shumë vështirë. Do të ndalemi, po jo të pamujtën. Do të ndalemi për këtë ndeshje sepse njoftojmë shikuesit se menjëherë pas ndeshjes nesër do të jemi përsëri në këtë studio, por për emisionin tjetër Emocionet e pas ndeshjes. Është gjithsesi vonë sepse ndeshja fillon në orën 20, ne do të jemi rreth orës 22:30 në këtë studio, në një orar jo i zakonshëm. Jetë mirë për 2 ndeshjet e nesërme, se do të kalojmë menjëherë tek basketbolli tek Xhesi. Kam të drejtën, kam besim të plot tek pjesa e Vllaznisë, është një ndeshje që është emocion normalisht edhe për lojtarët, po ta provojmë vetin.
Ndërsa për ndeshjet e tjera janë realisht të balancuar, janë tana rezultatet në lojë, siç e tha dhe Adi, janë tana rezultatet në lojë të dy ndeshjet realisht. E mbyllim këtu edhe pjesën e vllaznisë, urojmë sukses nesër në Rogozhin dhe shpresojmë një fitore të mundshme dhe siç thamë do të jemi së bashku nesër mbrëma më njëherë pas ndeshjes në këtë studio për të analizuar takimin që edhe një herë ripërsërisht shpresojmë të jetë me sukses për ekipin Kuqi Blu. Kalojmë tek basketbolli meshkuj me teknikun me trajnerin Roni Xheçe që është edhe krahu i djathtë i Eni Llazanit trajnerit e parë të vllaznisë. Thamë dhe me herët Eni Roni që humja me Tiranën krijoi shumë keqardhje për tifozërinë, për stafin, pavarësisht reagimeve, kontestimeve për arbitrat, që ndoshta ju mund t'i sqaroni disi më shumë, por ajo humje mund të ishte fitore për vllaznin. Shkurtimisht tek ndeshja e Tiranës për të kaluar më një herë pastaj tek fitoria 2 ditë më herët me vonë tek fitoria me ekipin Lergjan Besidja. Ne ishim me Tiranën, ne ishim kariku mjaftueshëm me ta ndajtën për ta fituar ndeshjen. Bam edhe 2 afrime, njëri nga cilët erdhi një ditë para ndeshjes, edhe nuk e aktivizuam dot në kohë. Nuk u aktivizuar për efekt protokolli, dokumentacioni apo si ishte gati? Njohurive taktike të lojës. Po ashtu një ditë para një nga lojtarët më të mirë ton, Wilkins, u dëmtua në stërvitje. Gjithsesi ne u desh ta fitonim atë ndeshje, kishim shanset tona për ta fituar ndeshjen në disa momente, por mendoj se u ngutëm, na mori euforia dhe gabuam. Për ne ishte ndeshje shumë e rëndësishme me Tiranën sepse do të siguronim një farë mënyrë fazën play-off dhe ja vështirësuam vetes këtë kualifikimin në fazën play-off. Ndeshja në fakt edhe është transmetuar drejt për drejt, sekuencat janë aty, publiku i ka parë, specialistët i kanë ndjekur ato sekuenca, tekniku Llazani i ka reaguar pas ndeshjes, ju sa mbështesni atë reagim? Unë mbështes plotësisht. Që edhe ju keni qenë shumë reagues gjatë gjithë ndeshjes, sidomos në fund një episod kur keni vrapuar tek arbitrat se i kërkuat një gabim teknik. Gabim lojtari i Tiranës mori topin dhe eci në fush për 2.8 sekonda, po loja 1 pikë ishte, nuk është se mund të ishte topi jonë dhe mund të realizonim edhe kosh. Me atë ecje të kundërshtarit mund të ndalë të arbitrit dhe topi për vllaznin? Po. Por ideja është ne gjitha ndeshjet kështu, domethënë kena humbur me pak pikë, me 4-5 pikë, me 6 pikë. Edhe të vjen keq, sepse është punu për që ky ekip të jetë, si më thanë, në top 4-shën e Superligës. Edhe shpresoj të arrim deri në fund, por janë gabime që shpesh herë tifozëria është ndihmëse, por ka herë është ndikon edhe tek emocionet e lojtarëve, të cilët nuk i përballojnë mirë edhe mungesën praninë e tifozërisë. Se jo në gjitha ndeshjet tifozët janë pranishëm, por kjo është pak a shumë pasqyra për Tiranën. Ndërsa për ndeshjen me Lezhën, mund të thamë që kena bot pa mujtënën. Kjo ishte finale për ju? Kjo ishte ndeshja jetë e vdekje, sepse nëse do humnim, nuk do kishim shanse për të konkuruar deri në fund për në fazën play-off. Biloni kanë pa dhe reagimet e tifozëve mas i kena fitu me Bestidhin. Edhe nga që Bestidja nuk ka hup asnjë ndeshje 2 vitet e fundit në kampionat, shumica tifozëve mendoshin se ka pasur tolerime nga ekipi Lezhjan. Por unë dishtë më thanë që ne jemi ekipi që i vetëm besoj që mund ta përballojnë Bestidhin, si nga ana taktike, ashtu edhe nga ana e numrave të lojtarëve. Në fakt e keni treguar në ballafaqimit e mëparshme. Edhe në finalin e Kupës. Jeni mundur vetëm në finalin e Kupës. Me episode, edhe në finalet e Kupës. Po. Kështu që kjo nuk ishte një rasti. Mund të them që edhe ne kena pas disa probleme që nuk duken edhe gjatë kësaj ndeshje. Kena luajtur pa Wilkins përsëri.
Gjithashtu një nga lojtarët tanë më të mirë, organizatori Arnold, ka qenë që ditën e martë, ka marrë një lajm jo të mirë nga Amerika për babajin e tij I cili ka qenë në reanimacion dhe ka qenë vetëm për këtë nesër dhe të nesër mëngjes është nisë për Amerikë. Pra kishte dëshirë që ekipi I Vllaznisë të shkonte deri në fazën play-off. Besoj që kena bërë më të mirë. Tash kena edhe 2 javë që do shohim edhe kombinimet e ndeshjeve tjera, ose do arrijmë në fazën play-off. Po që Vllaznia duhet Ne duhet fitojmë. Fitoria patjetër, edhe me Kamzën në transfer që luhet të premten. Të premten në ora 4. Për ata që duan të udhtojnë drejt Kamzës për ta mbështetur Vllaznin në orën 16 të premten, luhet Kamza basket Vllaznia, ndërkohë që javën e ardhshme është finalja e fundit Vllaznia-Polonia. Vllaznia-Polonia. Në qoftë se Tirana do fitojë në transferin e Fierit këtë javë, atëherë do jetë finalja se kush do luaj mes Apollonis dhe nesh, kush do hi si katërt në fazën play-off. Në qoftë se do jetë kundërta do fitoj Apollonia, atëherë ne duhet shpresojmë që Beslidha të rrahë Tiranën në ndeshjen në javën e fundit. Dhe të dalë Tirana? Po, dhe të dalë Tirana në play-out. Pra është një kompleks koordinimesh. Nga ana e përqindjeve 65% jeni, domethënë, favorit për ta kalu. Por si dihet kur këtë kampionat ka pas shumë aleancë në fakt, se unë deshta me prek pak si temë, sepse edhe pozicioni ku jemi ne sot nuk është rastësisht, sepse ka ndodhur disa çuditëra në gjatë javës të kampionatit. Që janë? Unë nuk du me I përmend direkt, sepse edhe mund të kemi në shkim nga federata për shpifje e tjerë, por ju I ribindën se ka? Ne jena të bindën dhe I kena ditë në është edhe javë para se si kanë me shku ndeshjet. Kështu që nuk është rësi kjo që ka ndodhur me ekipin ton, por mendoj që I drejti do fitojnë në fund, kështu që ne do shpresojmë deri në javën e fundit. Ka diçka tjetër me ju krahas ekipit parë, keni marrë përsipër dhe drejtimin e skuadrës U20, e cila pati momente luhatjesh pas dorëheqjes së trajnerit e Kristian Koçeku, skuadra u shkrinj, pothuajse tërësisht ju e riformuat dhe tashmë jeni në fazën play-off? Jam I kualifikum në fazën play-off për momentin. Unë du me falenderoj edhe Kristian Koçekun që e mori iniciativën për ta hap ekipin U20, pavarësisht se u largu në javën e tretë. Është gjë shumë e mirë pjesëmarrja në këtë kompeticion, sepse gjithë lojtarët që janë tek U18 dhe nuk kanë mundësi të vazhdojnë ekipin e parë, mund të aktivizohen. Për momentin jemi në vendin e 4, kemi 4 ndeshje për më pak se gjitha ekipet e tjera. Javën e fundit rrahem në ndeshje me ekipin e Kamzës që është në vendin e 3 dhe fituam në Shkodër me 2 pikë. Këtë javë do shkojmë në Durrës për të ndeshur me ekipin e TU-s që është në kryet e klasifikimit. Kemi edhe 7 javë për të ndeshur. Nga kjo javë do kemi një risi sepse duke qenë se kampionati U16 ka përfunduar faza rregut, kemi marrë dhe disa lojtarë nga ekipi U16 për t'i aktivizuar tek ekipi U20, sepse I shohim si mundësi për që janë elemente. Janë garanci për të sidomos 3 elementë janë për të përfaqësuar në skuadrën e parë. Po, njëri nga elementet është edhe në ekipin e parë, është vetëm 14 vjeç. Që quhet? Quhet Samuel Bashdari. Samuel Bashdari. Është një Bashdari tek voleybolli? Po, është I vllai, është I vllai. Vëllezër, ëh? Po, ky është 14 vjeç, ka cilësi shumë të mira. Po shpresojmë që të shkojë te ajo që po mendojmë ne, drejt asaj. Ka një gjatësi të admirueshme, por edhe lëvizjet me topin janë të mira dhe besoj që mund të ketë një ardhmë shumë të mirë për të në vazhdim. Duhet me falenderoj edhe trajnerin e moshave që ka përgatitur Antonio Shabani. Antonio Shabani, I cili edhe në skuadrën e parë është aty me ju në staf.
Mundona me punu gjithë bashkë, me thanë me ndihmu njëri tjetrin, bashkë me të njërin e parë. Mendojmë me kriju një strategji edhe për vitin tjetër që gjithë këto elementet të bëjnë stërvitje me ekipin e parë dhe pse jo edhe me i federu edhe vitin tjetër t'i kemi si element. Jurim suksese. Faleminderit. Joni, shpresojmë që ato llogaritjet tuaja për 2 javët e fundit të realizohen, sepse një vllazni në fazën play-off do të ishte edhe bukuria. Po atje do jetë direkt, në qoftë se do jemi në play-off, do jetë direkt derbi i Veriut. Përsëri me besëdhjen. Jurim suksese. Faleminderit. Ne do të komentojmë në këtë moment edhe futbollin e femrave, i tham 2 derbi me Tiranën, 2 klasike, 13-0 ekipi i parë, që drejtohet nga trajneri Nikolin Leka dhe 1-0 ekipi i U17 me trajnerin Pavla Jaku. Ne kemi 3 nga 8 golat e Megidoqit që na i përcjell regjia, pikërisht golat e ndeshjes Vllaznia Tirana 13-0, por janë vetëm këto momentet e fundit të takimit, ky aksion dhe kjo penalti e marrë nga Vllaznia dhe shëndruar në gol nga Megidoqi. Ati 13-0. Sa lajm ko kanë vetëm humbja me Gramshin. Pra, është për të harruar. Dakor, por nuk ka lajm. Vllaznia femnave nuk përbën lajm as 13-0 si 23-0 sepse po shikoj Megidoqi në golin e parë që shënoi. Megidoqi ka mbrit në kotën e 58 golave. 54 gola. 58 nuk jam i sigurt, dhe 8 shënoi ndaj Tiranës. 8 ndaj Tiranës, por thash edhe herë supermarcia Vllaznisë është e dukshme, edhe që më ka bërë përshtypje shumë, është ekipi i Gramshit, i cili pothuajse ka njëjtat futbollistë që ka pas Tirana vjet dhe jo në ndryshim i madh, por nuk e di, ndoshta klima ka shumë mundësi, sepse në Gramshalit futboll femër është. Shikoni, ky është aksioni i një tjetër goli dhe është një gol me kokë i Megidoqit pas këtij krosimi. Të janë të vazhdueshme, nuk janë zonat, domethënë që nuk i kena pa prej Megidoqit apo futbollistët e Vllaznisë. Kur janë ballafaquar në arenën ndërkombëtare, mendoj se në arenën tonë dhe ndoshta ka bërë si më keq ekipit në të hupje mas 11 vjeç të hupshin ne që vetëm 12 vjeç vetëm ekipi Vllaznisë ka ndodhur, nuk e ndodha si ekipi tjetër, por nuk do të ndalem shumë tek ajo madhe dhe të tashim të mbyllën atë kapitull dhe Vllaznia do të kthehet për titull i kampion, por se këto fitore ndaj Tiranës dhe çdo ekipi tjetër janë diçka që janë rutinë për këtë skuadër. Ndërkohë që regjia po transmeton golat e Megidoqit, në mbylljen e emisionit do të jenë edhe 3 prononcime pas ndeshjes, fillimisht do të jetë trajneri Nikolin Leka pas fitores 13-0 ndaj Tiranës ekipit parë, pastaj autorja 8 golave Megidoqit dhe në fund edhe trajnerja ekipit U17 Paula Jaku që fitoi ndaj Tiranës 1-0. Ndërkohë deri tek momenti i mbylljes, që do të jenë këto 3 intervista, spostohemi tek kjo kupa që kemi këtu, e tham me fillim e marrë përsëri në dorë dhe me regjia e fokuson, është kupa e fituar nga kapiteni e ekipit Universitetit Luiz Gorakuqi Shkodrës, pikërisht në kampionatin e futsallës, urime ati dhe me shpejtësi. Faleminderit, Gazi, unë edhe fotot përmbyllësit e ceremonisë. Atëherë unë do të falenderoj për tirash shkurt, ashtu do të falenderoj. Ky është ekipi kampioni i Shqipërisë. Por ekipi pa munguin disa nga lojtarë sepse normalisht periudhë, domethënë disa provimesh, disa pedagogë që ishte kënaqësi për mua që këto ma lënë në kupën. Atë sepse normalisht i takojnë profesorët në Rum, na kena pas kampion botet aty me veti dhe normal që s'kishim se mos vishim edhe me kupë. Kishim Nelson Hysen, Fatjon Nuren, Sebastian Meken, Kristian Preqeten, profesorët në Rum, po ashtu Elis Kalan, një nga futbollistët më të mirë dhe Goreshenusi më i mirë ekipit tonë. Zamil Lumani. Por jo, do të lëshë për më vonë, por domethënë Zamil sepse janë ato që në gjuhën e universitetit quhen edhe pedagogë të jashtëm, se kanë por si kanë rëndësinë e tyre të pa diskutueshëm. Është kampionati i stafeve, stafe akademike dhe stafeve administrative, aty ku bëj pjesë llojin sepse një pjesë për publikun se ju jeni pjesë e administratës të universitetit.
Dhe thash edhe herë, ishte kënaqësia që më lanin, më thonë, ndoshta nga mosha, sepse me sa kam fizike. Me sa kam luajtur, do të thonë, nuk më takohet të ishim kapiten, por gjithsesi. Jo, mirë, sepse ne kemi pas rastin të luajmë, por unë do të falenderoj shumë ata që thash, ata që sepse Enisa është Noel Radovani, është Saad Ishmaku, por edhe pjesa e atyne të jashtëmve, që pedagogëve të jashtëm që na lanin shumë frymëmarrje, siç ishte me Fatos, me Beharin, me Portieri, me Besfort Çoklen, me Zamir Lomani që u shpalla dhe lojtari më i mirë i aktivitetit. Ari Depaxhia ka qenë? Ari Depaxhia që ishte në momentet e fundit, për që ishte në një mesë, për thash të janë një mesa malle që e sollën këtë kupë. Fation Nuria, profesori i futbollit Vazhdis, si ishte forma sportive e Fationit? Ishtë si puna jeme, pa shumë e mirë si formë, e se po qeshëm se... I ka ruajtur ato reflekset? Sepse është merite totale e profesorit për këtë organizim, se është shoqata e sportit universitar, që drejtohet nga Zoti Fation, nga profesor Fatiuni, dhe kjo bashkëpunim me federatën e shoqatave sportive, siç ishte presidenti që dorëzoi kupën, dhe do të thonë që ishte një meritë e Fationit për organizimin e ekipit dhe për gjithë përfshirjen e këtyne stafeve, për të thashë herë, nuk ishte vetëm stafi me... Jo vetëm futsal, po ju merrni pjesë në shumë kampionate. Me volleyball, për këtë në handball, volleyball i doli kampion. Basketball dhe do të marrin pjesë në tornen Europian në Hungari në maj, ekipi i voleyballit të meshkujve të Universitetit Luiz Buraguçi në Shkodër. Por interesimi që bën përshtypje shumë ishte interesimi edhe e rektorit, për këtë të gjuar i cili realisht po pritte rezultatin dhe në fund kret ka pas një lidhje dhe një përshëndetje të gjithë ekipit live në momentin që po çoshim kupën, dhe kjo është për gjithë përfshirja e kësaj. E falenderoj që më lanin mu, realisht. Rektore kemi thënë edhe emisioni kaluar ishte prezent në studio Gjulio Zefi, dhe u theksuar një super tifoz. Super tifoz i Vllaznisë. Nuk mjafton vetëm përgjimet morale, shpresojmë që të gjuraj edhe diçka materiale për ekipin kampion. Materialim ta po ma lënë mu, se unë jam administratori. Supos që ishte. Dy firma, rektori me kancelarin dhe mjafton kjo. Jo ata ty pritë edhe ekipi, pa dalim për ninimit. Një shpërblim, një udhtim turistik për ekipin kampion. Normalisht gatishmëria ka qenë e gjithëve. Unë do të thonë falenderoj, thash edhe herë, falenderoj profesor Fatiunin, profesor Nelsonin, Sebastianin, Kristianin, dhe gjithë thashe Elis Kalon, për gjithë Noelin, Seadin, Papre, ashtu thashe herë në mesën e madhe të Fatosit, të Besfordit, të Zamirit dhe të Arit, të cilët kanë qenë me të vërtet të frymëmarrje për sjellë nga këtë kupë, dhe është kënaqësi, sepse ishte viti 2 që organizoi këtë torne. Nuk e di, do të thonë, ishim disi më mobilizuar, më të ashtu, dhe thash edhe herë, pra është meritë të gjithëve, dhe jo meritë e Adit, Adi ka kanë 3-4 ndeshje, është një kampionat që ka nisë 2 muaj përpara. Për çdo javë, do të thonë, kena shku në Tiranë, kanë shku më mirë me thonë se shkrimet e tona e kena pas. Është ku kanë bazën, sepse gjithë kupa kanë bazën te puna që bëhet. Është një katedër edukimit fizik që fizik në shkollë që bëhet, për kupat që bëhen dhe që fitohen nga trit universitar të Shkodrës, është punë mirë. Në volleyball, meshkuj, basketball. Mos harrojmë sepse edhe fakultetet e tjera, jo vetëm fakulteti i edukimit që ka edukimin fizik brenda, por edhe fakultetet e tjera ndihmojnë dhe kontribuojnë me sportista. Pra me sportista, bazion me studentë të cilët dojnë sportin. Por e veçantë ishte edhe ajo që ne diskutuam javën e kaluar këtu me profesor Gjulio Zefin, ai kampionati i basketbollit me të rritë me aftësi speciale, me aftësi ndryshe, i kemi thënë, por profesor Gjulio theksoi se tashmë ato trajtohen me aftësi speciale. Është një nisëm që bëhet për herë të parë nga Po, kjo është pra që katedra e edukimit fizik të Shkodrës dhe do të konkurrojnë në një olimpiade evropiane. Pra, që ne dalim tu dhe mërëm edhe në gjyret e Shkodrës, jo vetëm në gjyret e universitetit, por Universiteti i Shkodrës është i hershëm, është shumë i hershëm, dhe besoj që jo vetëm Shkodran, por edhe të tjerët, pra
duke filluar që nga Laçi, Lesha, e gjithë Feriu Mar, këtu e kanë pas epicentrin Shkodër dhe këtu do të vazhdojnë ta kenë epicentrin. Podgorica dhe gjithë do ta kenë epicentrin përsëri në Universitetin e Shkodrës. Roni, kjo kupë është interesante, është shpërblim i punës model që bëhet në universitete me të gjitha ekipet, të gjitha sportet dhe shpresojmë të jetë auguri mirë për vllaznin e kategorisë superiore, sepse vllaznia femrave besoj që edhe këtë vit do të jetë në titullin e 12, por Alban Xhaferi pret një kupë të tillë kampione. E presim tonë. Përfshi dhe kupën e Shqipërisë. Urime aty dhe njëherë, kalojmë tek futbolli, kategoria e dytë, ne kemi disa pamje të ndeshjes që ka fituar sot Tërbuni i Pukës me Gramshin 5-0, ka fituar Tërbuni, janë pamje që ne ka dërguar kolegu ynë Fadil Huseni nga Puka, janë pamje, janë edhe 5 golat, e kësaj ndeshje ku spikat me 2 gola spikat Jurgen Gjini dhe me pas se golat e tjerë janë shënuar edhe nga Arsit e Temja, Gjergjnika dhe Marindis Zëre. Ndërkohë regjia, nëse është e mundur, kam planifikuar një lidhje të drejt për drejt me kolegun tim, gazetarin dhe komentatorin sportiv të Pukës, Gani Pemaj, i cili është, si gjithmonë, shumë pasionant në përsjedhjen informacionit dhe të rezultateve të ekipit Pukjan, si brenda dhe jashtë Pukës. Ndërkohë, Podgorica ju ndisni edhe këto kategoritë, sidomos të Tërbunin. Tërbuni në fakt nuk është në vendin e parë të dytë, por në play-off dhe sipas drejtuese, objektivi mund të jetë realizueshëm për kategorinë e parë. Të them të drejtën, i ndjek ndoshta edhe nga pozicioni i punës, sepse mbulojnë komplet çakun e Shkodrës dhe sot kanë pas ndeshje edhe ekipi i Basanjës dhe Molani, ku ekipi i Basanjës ka fituar me rezultat 1-0 me gol të Talant Nikšićit nga pika penaltisë. Talant Nikšići ka shënuar për Basanjën ndaj ekipit të Naftetarit. Një trepikësh i Basanjës shumë i domosdoshëm. Po nga pozita që është ekipi i Basanjës ka pas realisht duhet me kanë për Manelt, ashtu siç edhe ekipi i Tërbunit, pra nga ajo që një komuni duhet me kanë Manelt si ekipe, por fatkeqësisht janë në atë pikë, edhe lejmë një mirë ndoshta pjesa e ekipit Molanit, që është vallin e fundit, edhe siç e ka deklaruar dhe në një intervistë për ju trajneri Pepaj, Molani do të thonë është i dorëzuar te kjo pjesë. Shpresoj me bëmo një ndoshta vitin që vjen. Ndërkohë Iliria ka mundur Molanin thellësisht 8-2, Molani tashmë ka prerë biletën për kategorinë tretë, ka që ishte mundësia, nuk ka pasur shumë vëmendje ky sezon, ndërkohë që Beslidhja dhe Supoti barazim 1-1, një barazim zhgënjyrës për Lezhjanit në shtëpi, por gjithsesi përsëri Beslidhja mban vendin e 5 në renditje dhe është në fazën play-off dhe ka zbritur në vendin e 6, pikërisht ekipi i Veleçikut, i cili është mundur në shtëpi nga ekipi i Sopotit, apo ja? Luzin mos gaboj. Me Luzin ka humbur në shtëpi dhe një humbje që i ka shkaktuar jo pak probleme ekipit të Veleçikut. Nuk e di regjia ka gati lidhjen me Gani Pemajn, se në fakt e kemi pasur të ishte rreth orës 21 ka shkuar disi më vonë, por shpresojmë të jetë gati për ta na dhënë kolegu Gani Pemaj një panoramë të përgjithshme e Tërbunit. Ndërkohë që ndoqëm edhe golat që ne i përcolli kolegu tjetër nga Puka, operatori i mirënjohur Fadil Huseni, i cili vazhdimisht na furnizon me pamje dhe me golat e ndeshjeve të Tërbunit të Pukës. Adi është një dashamirës dhe e ka ndjekur shumë shpesh Tërbunin. Nuk e ka vendin Tërbunin në kategorinë e dytë Adi. Normalisht Tërbuni nuk e ka vendin në kategorinë e dytë sepse ka treguar veten se është i aftë për të qenë në të parë dhe për të dhënë maksimumin. Tërbuni realisht ka brumin dhe ka kugjen edhe lojtar për të pas, sepse Shkodrën e ka afër dhe gjithmonë ka një furnizues i mirë. Por mendoj se si në çdo sport, futbolli ka shumë nevojë për financa. Tërbuni ka nevojë për financa dhe duhet për financa shënoshta, për financa dhe për më tepër për njerëz të cilët duhet përveç financa duhet kërkojnë llogari për një Tërbun, një qytet që ka një stadium model. Një qytet që ka një stadium model, ka një tifozëri shumë dashamirëse, ka lojtarë të cilët dinë të luajnë futboll dhe
Po spikat Jurgen Gjini, po shënon nga ndeshja ndeshje. E thash më parë, e ka luksin, e ka tëna që tjetë ekip kategorisë parë, por ata gjëra thash edhe herë, janë shumë gjëra që duhet ngërshetu bashkë. Në Tërbuni kena po në superiore. Pra duhet ngërshetu shumë gjëra bashkë, por duhet jenë financa, duhet jenë mbështetja, duhet jenë ekipi, duhet me marrë Shpresojmë në fazën play-off, sepse vendi i parë dhe i dytë është larg për Tërbunin, por play-offi është edhe për Beslidhjen, është edhe për Tërbunin. Ndërkohë kalojmë tek ciklizmi, thamë pasdinë e sotme është zhvilluar në Kavaj Kupa Demokracia. Regjia ka disa foto që janë marrë pikërisht nga suksesi i ekipit të Vllaznisë që drejtohet nga trajneri Shkodran, ish ciklisti i njohur Leonard Kola, dhe është përsëri Luis Margjoni, ai që fitoi kupën e Verës një javë më herët në Elbasan, pra fituesi i kupës së Verës. Luis Margjoni është përsëri fituesi i kupës Demokracia, kupë zhvilluar sot në Kavaj me një pedalim mjaft interesant, ku djaloshi i talentuar i cili debuton për herë të parë këtë sezon, një zbolim i ri ky i trajnerit të Vllaznisë Leonard Kola, që ja bashkangjit skuadrës së Vllaznisë këtë talent, dhe duket që është në rrugë mjaft të mbarë ky sportist, por edhe Vllaznia. Po shikojmë në monitor pikërisht momentin e fitimit të shpadhjes fitues të Luis Margjonit, sukses edhe ciklizmi. Shpresojmë ta kemi në javën e ardhshme në studio trajnerin Leonard Kola për të folur më gjithësisht. Tashmë është momenti për të ndjekur intervistat e futbollit të femrave. Thamë pas dy fitoreve ndaj Tiranës kanë qenë dy klasike rradhazi. Futboll femra për kategorinë superiore, ekipin e triturave, ku Vllaznia fiton 13-0, Megidoçi autore 8 golave, dhe ndeshja dytë, pas 2-2 ka qenë Vllaznia Tirana U17, fiton Vllaznia 1-0. Janë 3 intervista, fillimisht trajneri Nigurin Leka, pastaj Gorçinusja Megidoçi dhe në mbyllje dhe trajneri i ekipit U17 pikërisht Paula Jaku. Ne përshëndesim të ftuarit në studio, fillimisht trajnerin e basketbollit Roni Xheçaj, suksesin në ndeshjen me Kamzën. Faleminderit Podgorica. Sukses dhe në detyrën misionin tuaj të zyrës rajonale, sepse së bashku me presidentin e kësaj zyre rajonale Lazar Matia, duket se i keni dhënë një pamje shumë serioze, dhe kjo duke edhe në vizitën që zhvilloi presidenti FSHF-s Armand Duka në Shkodër, ku u inauguruan disa fusha futbolli. Ka vend përsëri për më tepër, por fillimi është i mbar. Suksese. Adi, faleminderit. Faleminderit për mendimet tuaja për emisionin, por edhe si protagonist i fitores i kësaj kupe. Keni qenë kapiteni i kësaj kupe, Luiz Gorakuqi, Universiteti i Shkodrës është shpadur fitues i kupës së futsallit, ndërkohë tashmë me kolegët tanë të teknikës, me Ensar Bashen dhe Flori Gerdanin, ju ftojmë të ndiqni 3 intervistat për futbollin e femrave. Nga unë Gaspar Marko, përshëndetja përmbyllëse. Ju luaj takim nesër, mos harroni pas ndeshjes e Ignatia Vllaznia, do të jemi këtu për emisionin tjetër, emocionet e pas ndeshjes. Deri atëherë mirupafshim. Normalisht diferencat dihen midis dy ekipeve. Tirana ka kënë vite tjera pretendente, si vetë është një nga ekipet dobta më thënë të kampionatit, por gjithsesi ne nuk shohim çfarë bën ekipi kundërshtar, ke kena ekip kundërshtar përpara. Ne thjesht shohim lojën tonë. Dhe kena punu gjithë javën që të përgatiten për këtë ndeshje, vajzat të zbatojnë detyrat, sepse në vazhdim në javë të ardhshme ndeshjet do të jenë më të vështira, kështu që ne paraprim gjithmonë aty në ndeshjeve të ardhshme. Kështu që unë jam i kënaqur përgjithësi me vajzat sot. Kryen ato detyra që kishim lënë, çarkullon e topin, vrapun e shumë, luftun për topin e parë. Normalisht një ndër pikat e dobta që sidomos në ndeshjen e Gramshit që ka kënë finalizimi, jo se mund shihit finalizimin këtë ndeshje, sepse është ekipi i dobët përballë që ishte ekipi ton, por gjithsesi ato detyra që kishim lënë vajzave edhe para raport në finalizim ti zbatojnë dhe sot i zbatuan. Atëherë Vllaznia vazhdimisht ka rrah ekipit për rezultate të thella. Por ndoshta aja humbje me Gramshin na ka shkuar pak, i fije pak plunin, sepse u bën si kampionat rutin, por gjithsesi thash Vllaznia do kthehet në nivelet e duhur, në atë nivel që është mësuar me kanë Vllaznia. Dhe vajzat çdo ditë më tepër janë duke marrë vetëm asaj humbje, dhe kështu që shkojmë drejt aty në objektivat tona. Dita nuk është saktuar akoma nga federata, por është me Partizanin. Partizani është në ujërat e pretendimit? Normalisht, Partizani është një ndër 4 ekipet që pretendojnë për Final Fourin, dhe
jene do përgatitin gjithë javën që të bëjmë një paraqitje sa më të mirë dhe të shkojmë drejt fitores. Vllaznia Tirana 13-0 në futboll për femra, me Gidoxhi autori e 8 golave dhe në total 54 gola nuk ka ku shkon më mirë. Urime me Për ne është e rëndësishme që është fituar Nesha dhe kemi marrë 3 pikë. Patjetër që unë të gole nuk i kam shënuar vetëm, i kam shënuar mënimin e shoqëve të ekipit dhe ata që dhanë shoqët e ekipit në fushën e lojës. Kështu që e rëndësishme është të vazhdojmë marrim pikë sepse na duhen për dalë fitues kampionatit, pavarësisht se është me Final Four, por gjithsesi për ta mbyllë partë, sepse jemi një shërmangut, por edhe vazhdojmë shënimin e golet pse jo në thyrën e rekordeve. Beki, ajo humbje me Gramshin duket se e ka mobilizuar skuadrën e Vllaznisë dhe çdo kundërshtar që vjen me pas e vuan rezultatin siç ishte edhe sot Tirana, por edhe Lushnja javën e kaluar. Patjetër që ne nuk kemi një ekip që jemi mësuar të humbim, edhe kishim 12 vite pa një humbje, edhe realisht kjo humbje i vlen shumë ekipit për vetë faktin që të kthehemi edhe më të forta edhe tulemi këmbë tokë, sepse ka momente që ekipi dhe lojtarët kalojnë në vetëkënaqësi, edhe e rëndësishme është gjithsecila çofi gabimet e saj, do bëhet një analizë gjatë e kësaj neshje, e neshjes me Gramshin dhe besoj që në vazhdimsi i gjitha vajzat e ekipit, gjitha shoqet do punojmë për të rregulluar gabimet tona dhe për të shkuar aty ku realisht Vllaznia është. Realisht për mua është e rëndësishme që ekipi të fitoj kampionatin edhe të jap kontributin tim maksimal që ky ekip të shkojë në nivelet të fitojmë kampionatin dhe pse në nivelet më të larta, por objektivi kryesor është kampionati. Patjetër që edhe çmimet janë pjesë e futbollit, patjetër që synimi i kputucës dhe pse jo i topitarët janë sërish pjesë e arritjeve të mia. Diçka fundi ndoshta këto 8 gola kanë ndonjë dedikim për Gidoxhin? Nuk ka ndonjë dedikim, u dedikohet shoqëve të ekipit, punës që është bërë në vazhdimsi, stafit që na rrin gati çdo ditë me punën e tyre, edhe shpresoj që ne në vazhdimsi, kështu. Pak më larg jashtë skuadrës ka diçka të veçantë? Jo, asgjë të veçantë. Suksese. Mendoj se ishte e merituar, pasi ne në pjesë parë sidomos kena pasur më shumë raste për me bë gola. Ekipi Vllaznisë ishte totalisht dominant ndaj Tiranës, pavarësisht se në pjesë dytë ishte pak më ndryshe, por në përgjithësi ekipi i reagoi mirë. Fatkeqësisht akoma ne vazhdojmë kena që lojtarët e U17 përdoren edhe tek ekipet e para. Fatmirësisht për ekipin e Vllaznisë është ndrysh, ne kena vajza që janë të U17 edhe te ekipi i tritunave, por e rëndësishme është që ne me kualitetin që kena në ekip ja dolmë mirë. Besoj se ka të bëjnë edhe pjesa më përpara, nga që vajzat përdoren tek ekipi i madh mund të kenë një plus më shumë, por gjithsesi rivaliteti i ekipeve ishte më i madh tek të voglat. Unë siç thash më përpara, pavarësisht se ne nuk shënuam më shumë gola, ekipi jonë ishte komplet dominant ndaj Tiranës. Kjo fitore e mban Vllazninë në vendin e parë në renditje me 2 ndeshje me pak. Besoni që po shkoni drejt trofeut kampion? Absolutisht, ne qëllimi jonë i vetëm është vetëm titulli edhe normalisht ajo është vetëm pikësënimi jonë. Aq më tepër që ne kena edhe 2 ndeshje e mangur, besoj se ajo është drejt asaj jemi. Po në fushë vajza të reja, natyrisht U17, prej tyre besoni se do të ketë disa prej tyre që furnizojnë ekipin e parë? Absolutisht, ne kena një vajza dhe lojtare me cilësi shumë të mira, shpresojmë që në të ardhmen të jenë edhe pjesë e ekipit, edhe pse jo disa 2-3 ose mos me thonë më shumë mund të jenë gashme për ekipin e madh.